Patë piktorin djemo ka shkalluar, ose bën si kur ka shkalluar. Se e vetëmja gjë që ai ditë bëj mirë është aktrimi, për asgjë dhe tradhtia. Këto dy gjëra ditë bëj ai. Nuk e di Spaku pse nuk e thret të pandehur për aktet që ka lëshuar për dhënien e ishullit. Ka dhe deklaratat e Ivankës dhe të Kushnerit live, ku thonë që ky ju ka thënë hajde merreni ishullin se ja u japun një copë. Qa bën Spaku? Pse nuk e thret të pandehur? Pse është Spaku? Spaku, qofse është me ata që kanë dalë në bulevard, me popullin pra, duhet t'i thres të dy këta. Dhe t'i mbaj në trysni, të bëj dhe ai një vepër patriotike. Kam domethënë në këtë televizje që në qoftë se do të menaxhohet keq, do të jap ndikim për të paktën 16 vjet në Shqipëri, po në qoftë se do menaxhohet mirë, ku të vjen ca pika mbi në kontratën e re sociale, ku të ndahen pushtetet, ku është mirë që kryetari i partisë të mos jetë kryeministër dhe çdo kryeministër mos jetë më shumë se 2 mandate për të kufizuar tradhtarët dhe të çmendurit. Njëkohësisht duhen rregulluar shumë gjëra, ju kam thënë ligji i tokës në Sloveni dhe në Bullgari nuk lejon t'ja ushes askujt. Tokën bujqësore po dhe trulli. Pra tokat duhet të ngelet e shqiptarëve vetëm me trashëgimi ose me blerje nga shqiptarët tek shqiptarët. Ja u kam thënë duhen rregulluar shumë gjëra që ky vend të mos bjerë në dorën e të huajve. Po përpiqen shumë agjenci të inteligjencës që kanë interesa në Shqipëri, ku nuk përjashtohet Mossadi, si ambasada amerikane, ambasada britanike, të gjitha po interesohen dhe po futin duart që ta kontrollojnë grupin ose individin që do të dalë aty, por ne jemi gjallë, ne luftuam në kushte të vështira dhe puna jonë fara që odhëm prej 15 vjetësh duke treguar shqiptarëve se çfarë ndodh në botë dhe kush e qeveris botën dhe cilat janë qëllimet e tyre, odhi rënj më shumë se sa është bërë në Itali, se sa është bërë në Greqi, ku të njëjtat fenomene janë duke ju marrë frymën në bazën e një projekti të sionistëve që është Izraeli i madh dhe kontrolli i Mezeut, Adriatikut, Egeut, Jonit, detit Tiren e të tjera. Ata kanë avancuar me planin Kalergjit duke ndotur racat e të gjitha popujve të Evropës, por ne duhet t'i ndalojmë dhe të mos i lejojmë që të na prishin racën, të na marrin tokat dhe të na përzen siç kanë bërë me këto 35 vjet, por sidomos mbas vitit 2013, kur Edi Rama u rrethua nga sionistët ose i zgjodhi vetë dhe ata filluan të rëmbenin gjithçka ju dilte përpara. Jam i sigurt që çdo gjë që ka ndodhur në politikën e jashtme këto kohë është realizuar vetëm në udhëheqjen e tyre. Sionistët kërkojnë që ne të prishemi me armiqtë e Izraelit, pra me Iranin, dhe nga ana tjetër armatosin serbët për të na bërë në presion që të lëshojmë tokat tona, institucionet tona, gjithçka që ne kemi. Mos harroni që ata kanë hyrë shumë këtu, janë prezent në shumë fusha, por ne duhet t'i ndalojmë mbi bazën e reciprocitetit. Ne nuk i kemi zgjedhur ata armiq, por ata na kanë zgjedhur ne si viktima dhe ne duhet të reagojmë, t'ju tregojmë dhembët dhe t'i dërgojmë atje në
vendin e tyre dhe në tokat e tyre, se ne jemi pasardhës të pelazgëve dhe të ilirëve dhe nuk në mposhtin dot semitët. Ose ata që ishen sikur janë semitë, sepse në fakt jo të gjithë janë semitë sionistët. Kushdo që do përpiqet të kontrollojë shqiptarët, qoftë edhe Zoti, ne duhet t'i kundërvihemi, të reagojmë dhe të shlirohemi nga çdo lloj vargua. Ka në fillim një zgjidhje. Rama, largohu. Unë e di që s'të lën të largohesh, sepse ti mezi pret t'ja mbathësh dhe mendon se o t'i gëzosh ato që ke vjedhur në ofshoret, por keq do ta kesh me vendimet e popullit shqiptar. Më beso, do të kërkohesh kudo që të fshihesh dhe kudo që të shkosh, sepse zullumet që ti ke bërë këtij vendi kaq të bukur dhe këtyre njerëzve kaq të mirë dhe të pafajshëm janë shumë të mëdhaja. Nxito, Rama, largohu, futja vrapit, që të shpëtosh dhe pak kohë, po jo për gjithnjë. Tung tung.